Po na zaptojnë tokat që na i ka dhënë shteti, kjo ka qenë kryefjala e shqetësimit të 10 banorëve të njësisë administrative Levan, të cilët kanë tokat e tyre në fshatin Boçov, të përfituara me ligjin 7501. E kultivojmë prej 30 vitesh, thonë ata, dhe jemi taksapagues të rregullt, por prej një viti e gjithë kjo sipërfaqe, prej më shumë se 10 hektarësh, që u takon 14 familjeve, figuron me certifikat pronësie në emër të kompanisë Bervi Konstruksion. Banorët thonë se ata tashmë nuk po mund t'u afrohen më tokave të tyre, ndërsa për këtë situatë janë ankuar në të gjitha institucionet, por pa marrë një përgjigje konkrete. Jemi në dieni që këtu do të ndërtohen panele diellore, thonë banorët, por në tokë ar kjo nuk është e lejueshme, thonë të indinjuar ata. Unë kam marrë që në vitin 94, bazë 2 vendimeve qeverie, janë pajisur me tokë në blokun tjetër, 617, në vitin 1997 janë pajisur me certifikat të tokës në pronësi. Për arsye të ndryshme nuk kam kam nisë për ta bërë me certifikat pronësie, por nuk për burokraciat ndryshme nuk na e kanë bërë. Pasi doli ligji 2020, unë e nisa përsëri për herë të dytë, para na sollën ca pengesa. Në fakt, tokën e kemi marrë, i kam të 2 vendimet e qeverisë këtu, taksat e kemi pagu për vit, befas një ditë, marrim vesh që toka jonë do zihet. Se kush ka marrë në 20 herë këtu, se kush takoj një djalë, një inxhinier, edhe ai thotë ne jemi për të bërë vetëm rrugë. Atje pengohet. Me erdhen, më janë servir, sa unë i them patronazhist për vete. A mund të jenë direkt të tokës, nuk të kësaj pune. Për ta blerë. Gjoja sa kam pazarin tek e kam, tani më janë zhduk dhe nuk dalin fare. Kam arrit, i kam hedh letrat në hipotek, mas shumë sorollatjesh, që më qonin kërkesë mos kërkese për plotësim dokumenti, kur dokumentat ishin çka kërkonin ata ishin në dosje. Dhe janë unë kam dosjen këtu. Dhe më në fund kërkova statusin juridik. Statusin juridik kam arrit me marrë. Atje më del, nuk e kam lexuar tamam, emra do t'u jap se i kam këtu të personave që e kanë marrë. Unë e kam marrë, jam me letra nga qarku, nga komuna, që është tokë ar. Edhe e kam përdorur, unë e kam mbjell grur për vete, unë ka bërë grur, kam marrë me 5 kuintal grur atje për dynim, edhe atje vetëm kaq pash te statusi juridik, gjoja është tokë jo prodhues. Unë jam me gjithë 2 vëllezërit e mi, disponojmë me aktin e marrjes të tokës në pronësi 33 dynim. Sot unë e kam me parcelën tash 617 drejt këtu, te parcela tjetër, edhe sot e kanë barë siç po e shikoni këtu. Mbivendosja është shfaq, unë e kam marrë në vitin 1997 me aktin e marrjes tokës në pronësi. Nga vitin 1997 deri në 2025 që i kam letrat këtu, që kam pagu taksat. Në vitin 2023 kanë filluar veprimet e këtyre letrave. Dhe në vitin 2024 janë pajis këto me certifikat mbi pronat tona. Pra, 30 vjet e paguaj unë, kurse ai një ditë bukur vjen edhe e merr. Sipas letrave që kam, sipas atij statusit juridik që kam marrë, këtë e ka marrë firma Salillari. Devi Konstruksion është si firmë, por është Salillari. Mendoj që bëjnë këto voltofortaren, si quhet panele diellore. Mbi tokar? Mbi tokar. E kam letrën këtu që e kam tokar. Jo, nuk futemi dot. Kemi tentu, paktën unë kam qenë edhe me këte këtu që ka ardhur për të punuar dhe na ka ardhur 2 herë policia. Dhe aq më tepër kur diskutoj me oficerin e policisë gjyqësore unë. Më thot, unë jam mbështetje të këtyre. Pa hiç. Kemi qenë edhe në komisariat, s'ka pranuar më marr, paktën mu. Këtia ka marrë në base një farë dëshmie, kurse mu s'ka pranuar me marrë gjë. Atë punë do të rregullohet. Kjo është shprehja që më shpërdor nga. Tani unë sot kërkoj lirimin e tokës, të kem të drejtën time me hyn tokë. Ty ta punoj, ta bëj se e kam tokë buke, më atë ushqej familje. Unë quhem Sandër Muja, jam banor i fshatit Levan, disponoj tokë prej 12 lym. Familjarisht, e kemi punuar, jemi me taksa pagues, jemi në rregull me të gjitha këto. Kemi ardhur për ta punuar tokën, na del një kompani që pretendon që është pronar i tokës tonë që ne disponojmë prej 30 vjeç. E kemi përfituar me ligjin 7501. Kemi me formular, me aktin e marrjes tokës pronësi. Ka marrë për ta punuar, më ka ardhur policia, më ka çuar në polici. Më ka thënë, je futur në një pronë të tjetrit, kur unë e disponoj me letrat të gjitha. Kam bërë kallëzimin dhe në polici dhe shohim që gjërat neve po na zvarriten dhe shoh dita ditës pikërisht toka ime
është duke u mbushur me çakull tokë buke që unë posedoj tokë buke. Atëherë, neve jemi vend kur unë kam përfituar certifikatën e tyre në rrugë ligjore, e kam marrë, e shoh dhe këta e kanë përfituar në 2024 tokën tonë që ne kemi 30 vjet që e disponojmë. Kërkojmë nga shteti që të shikojë të veri dorë dhe të merret me problematikën që ne kemi në tokat tona, sepse neve ushqejmë fëmijët dhe jetojmë këtu, nuk duhet që neve ta lëm dhe tikim. Duam që ne të jetojmë këtu. Nuk duhet të lëm Shqipërinë se vjen një kompani dhe ne të na marrë tokën. Se ngrihet një drejtori, jep një certifikat mbi pronat tona, nuk është e drejtë. Kur un kam 30 vjet që e posedoj, e mbjell vit për vit. Kam foto të gjitha që unë kam pasur jonç, i kam mbledhur dengjet dhe në moment që unë i kam mbledhur, ta kam futur dhe e kanë. Tashme neve fillova për ta kultivuar dhe mua ma ndërpryen pllugimin në mes, që unë kam foto posedoj të gjitha. Që unë kam filluar, erdhi policia më thanë, këta janë me certifikat. Sa familje pleken? Këtu pleken 14 familje dhe sipërfaqja është 130 deri 142 lymë, diçka. Jam e ardhur në vitin 1994 këtu. Dhe sipas ligjit 7501 komunën na pajisi me tokë. E morëm të tokën tu, e mbollëm, tani na del një tjetër pronar për këtë tokë. Ne kemi paguar taksat rrugësh çdo vit. Që atëherë deri sot. Edhe nuk kemi as tokë tjetër këtë vit. Para ditës të pjesë tokë kemi rësë tjetër tokë. Këta tash i besoj me pa drejtësi, a me drejt atyre se jashtë e punë vinë në son tokën. Edhe erdhi policia këtu, aty që i gjet nuk thonë hare me ne tash drejt harka gazotria. Ki ka certifikat, jo sin certifikat. Ora po kemi tapinë tokë kështu në anë. Jo. Në thaj policia që sot, apo jo, kështu. Po. Po jo, tha. Ki ka drejtë, ju s'keni drejt. Ne do me gjitha mundësit do mundohemi. Se në takon se kemi paguar taksat. Një të drejtë kërkojmë, nuk kërkojmë asnjë mëshirë. Jemi nga ngurë brosër, gjëven. Çfarë kanë thënë? Presim përgjigje na zvarrisin. Presim përgjigje, thot, shko e kadastrës, atje po bëre bilet, thot futesh tani s'kas me bilet, as futesh do ta kesh njëri drejtori njëri gjallë atje. Unë kam 30 vjet tokën e nuk marr certifikat. Ai vjen 24 merr certifikatën, thotë tash ime tash nuk le të futesh. E bie polici. Ne nuk do vrasim njëri. Se ti do të më pyesë ke po ne për të branë nuk jemi. Ne jemi për të jetuar, për të bërë kalamajt e ti ushqejmë kalamajt. Me i të së bukë. Unë thamë jo. As me atë rrugë të bukës nuk me atë kur. As shtepin të bukës s'ke drejtë bëjsh. Sa të buka, jo të ushqesh. Se tokë nuk shtot, se tokë ashtu, kjo tokë qash nuk shtot dot. Është e pa drejton ata që të endesh institucioneve prej 3 dekadash për të pajisur me certifikat pronësie dhe papritur tokat dalin me mbivendosje. Atëherë unë kam pas 4 shenja treguese që i kam mbjellur para 20 vjet që i kam betonuar në vend për të pasur kufitar. Në moment që unë vit sot, shoh që këto dy i kanë hequr dhe i kanë larguar fare. Duhet shoh dhe në fund në qoftë se janë 2 të tjerat apo i kanë hequr dhe ato. Këto kolonat i kam ngulur para 20 vjeç që duket betoni që është i vjetruar. Kam bërë 4 tilla që fëmijët tanë të kuptojnë ku është kufiri. Në moment vi sot 2 shoh të shkullura të larguara fare. 2 janë gjendje të ngelura, që unë i kam derdhur me themel shumë të madh. Përballë kësaj situate ata apelojnë një zëri t'u jepet e drejta e përfitimit të tokës, pasi është e vetmja mundësi të ardhurash ekonomike për familjet e kësaj zone. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë njësisë administrative Levan, disa prej banorëve kanë dërguar ankesë zyrtare dhe përballë kësaj situate, firmës Bervi Konstruksioni është kërkuar të paraqesë dokumentacionin që disponon, por ende nuk kanë kthyer asnjë përgjigje.